Si është ndalur loja, ka probleme për Gebor Abel. Kërkojnë Barelën. Kërkohet me njerë ambulanca për Gebor Abel. Ka probleme për futbollistin e Tërbunit. Fair play i jashtëzakonshëm edhe nga ana e Gugash Maganit, që ka shkuar me njerë për të interesuar për shëndetin e mesfushorit të Tërbunit. Kjo është ambulanca, por është pa shofer për momentin. Sigurisht edhe ai po shfrytëzonte, shikonte ndeshjen në një pozitë më të mirë, gjithsesi tashmë duhet të shkoj me njerë dhe të marrin Gebor Abel. Çfarë po ndodh? Zjarfiksja tashmë që do të rreqë ambulancën. Ka probleme për Gebor Abel, shpresojmë të mos ketë një problem serioz për Gebor Abel. Mbulojnë me njerë janë të gjithë atje për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore. Gebor Abel, shëndeti i tij është për momentin ai që është më i rëndësishëm, ndërkohë që po shkon drejt ambulancës Gebor Abel. Dhe ato që ndodhin në Shqipëri padyshim janë gjëra unikale. Ambulanca që nuk mund të ndizej vetë, kishte nevojën që të tërhiqej nga ana e zjarfiksës dhe të ndizej. Tashmë është bërë gati pikërisht pra për të transportuar drejt spitalit Pukës Gebor Abel. Vazhdon të transportohet drejt ambulancës Gebor Abel.